sot në Shkup vjen pas protestave që mbajnë në Prishtinë, në Hagë dhe në Tiranë. Është solidarizimi i gjithë shqiptarëve kudo që janë në mbrojtjen e vlerave të luftës të ushtrisë shqiptare të Kosovës, drejtuesve të saj që gjenden në Hagë atje kundër padrejtisë që po bëhet për gjykimin e tyre. Prandaj kjo atmosferë dhe këta njerëz që kanë ardhur nga gjitha anët e tokave shqiptare, po dhe nga diaspora, tregojnë vullnetin e tyre në mbrojtjen e vlerave të luftës dhe lirisë sonë. Nuk duhet të ketë ndasi politike kur është në pyetje mbrojtja e vlerave të ushtrisë lirimtare të Kosovës, apo jo? Këtu kanë ardhur gjithë shqiptarët pa dallim partie, pa dallim feje, kanë ardhur në mbrojtjen aty në vlerave të lirisë sonë. Prandaj kanë ardhur në mbrojtjen e vlerave të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Tashimtashit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, të cilët gjenden padrejtisht në Hagë atje. Prandaj si vlerësoni vendimet e autoriteteve të Maqedonisë së Veriut, të kryeministrit Miskolski, i cili ka ngritur shtab emergjence për të ofruar siguri? Po, është një gjë e zakonshme në rastet e tilla për shkak të sigurisë, po shqiptarët kanë ditë të organizojnë, kanë ditë të mbrojnë, kanë ditë të vlerësojnë, kështu që vetë organizimi është shumë i mirëprill dhe i qëndrueshëm. Prandaj a kishit probleme në pikën kufitare? A keni ndëgju për rastet e tilla, sepse është bërë thirrje që të kenë kujdes ish luftëtarët e ushtrisë lirimtare gjatë kalimit të pikës kufitare? Ne kalum kufinin, ishin hap 4 trakët, ishin kretë shqiptarët në për pikat kufitare dhe ishte e lirë hyrja dalja, prandaj nuk ishte asnjë ngarkesë. Kjo tregon vullnetin, qëndrueshmërinë, gatishmërinë edhe forcën e shqiptarëve për të arritur fitoret tona, sidomos në Shkup dhe në Maqedoni. Po të njëjtën kohë dhe mbrojtjen e vlerave tona të ushtrisë lirimtare të Kosovës.